Nderuar shikues, përshëndetje. Njohjet e shtetësisë palestineze në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s rezultuan të jenë vetëm një teatër politik, ndërsa ëndrat e një shteti palestinez janë varrosur përgjithmonë në rast se Hamasi pranon propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për anëpushim në Gaza, gjë që është mirëpritur nga liderët e vendeve arabe dhe disa vende tjera muslimane. Gaza edhe njëherë u la vetëm. Pas takimit me presidentin Trump në Washington, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu edhe njëherë përsëriti se shtet palestinez nuk do të ketë asnjëherë dhe se ushtria izraelite nuk do të tërhiqet nga Gaza sipas planit të Trumpit. Tani kur gjërat janë thënë zëshëm dhe plani i hapur zbulon pushtimin e plot Palestinës, çfarë fitojnë palestinezët e Gazës përveç një kafshat buke, një kulm mbi kokë dhe një pushtet të instaluar direkt nga Tel Avivi, siç ishte rasti i bashkëpunimit me grupin kriminal Abu Shabab, që financoheshin dhe armatoseshin nga Tel Avivi për të luftuar grupet e rezistencës dhe për të vjedhur ato pak ndihma që lejoheshin të futen në Gaza. A do të ketë hetim ndërkombëtar për krimet izraelite, apo do të fshihen nga Trumpi dhe Tony Blairi? A do të përgjigjen Netanyahu dhe zyrtarët tjerë izraelit për gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit, apo mbi 66.000 palestinezët e vrarë do të llogariten vetëm si dëm kolateral që megjithatë solli okupimin sionist të Gazës përmes Donald Trumpit dhe qeverive arabe. Trumpi dhe Netanyahu janë dakorduar për planin e paqes në Gaza, të cilin pastaj u kanë paraqitur liderëve arab dhe disa shteteve muslimane të cilat e kanë pranuar si të tillë, ndërsa rezistenca palestineze asgjë është llogaritur. Ky plan vjen vetëm disa ditë pasi disa shtete europiane e shpallën njohjen zyrtare të shtetit palestinez në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ndërsa në të nuk përfshihet kurrë shteti palestinez. Ky plan kërkon demilitarizimin e Gazës, shkatrimin e tuneleve të Hamasit dhe krijimin e një autoriteti teknokratik palestinez në mbikëqyrjen e bordit ndërkombëtar të paqes, të udhëhequr nga vetë presidenti Trump dhe ish kryeministri britanik Tony Blair, duke përjashtuar tërësisht pjesëmarrjen e çdo trupi palestinez, madje edhe vetë autoritetin palestinez. Plani parashikon gjithçka në favor të Izraelit, ndërsa kriminalet e luftës do të mbeten të paprekur. Një plan i ri paqeje, i propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump për paqen në Gaza, është mirëpritur nga udhëheqësit e Europës dhe lindjes së mesme, ndërsa SBA-ja u ka bërë thirrje Hamasit dhe Izraelit ta pranojnë atë. Plani parashikon ndërprerje të menjëhershme të luftimeve, lirimin e pengjeve izraelite nga Hamasi dhe kthimin e mbetjeve mortore, në këmbim të lirimit të qindra të ndaluarve palestinez. Brenda 72 orësh nga pranimi, Hamasi duhet të lirojë 20 pengje izraelite të gjallë dhe mbetjet e më shumë se 24 pengjeve që besohet se kanë ndruar jetë. Në planin 20 pikësh të prezantuar nga Shtëpia e Bardhë, theksohet gjithashtu se Hamasi nuk do të ketë më asnjë rol në qeverisjen e Gazës, ndërsa hapet rruga për krijimin e një shteti të ardhshëm palestinez. Gaza do të qeveriset përkohësisht nga një komitet teknokratik palestinez në mbikëqyrjen e një organi të ri ndërkombëtar, Bordi i Paqes, që do të udhëhiqet nga vetë presidenti Trump. Ish kryeministri britanik Tony Blair do të jetë gjithashtu pjesë e këtij bordi. Nëse Hamasi nuk pranon marrëveshjen, Trump ka deklaruar se SBA-ja do të mbështesë Izraelin për të përfunduar punën ndaj grupit militant. Netanyahu konfirmoi gatishmërinë për të vepruar ushtarakisht nëse plani refuzohet ose nuk zbatohet. Autoriteti palestinez e quajti nismën e SBA-s të sinqertë dhe të vendosur dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunim me SBA-n dhe partnerët rajonal për të përfunduar luftën dhe për të siguruar ndihmën humanitare në Gaza. Ndërkohë, një deklaratë e përbashkët nga vendet kryesore arabe dhe muslimane, përfshirë Arabinë Saudite, Katarin, Egjiptin, Turqinë dhe të tjera, e përshëndeti udhëheqjen e Trumpit dhe kërkoi që marrëveshja të çojë në një zgjidhje me dy shtete, me Gazën të integruar plotësisht me bregun perëndimor. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se ishte inkurajuar nga regjimi i Izraelit dhe u bëri thirrje të gjitha palëve të shfrytëzojnë këtë mundësi për paqe të qëndrueshme. Por cilat janë pikat kryesore të planit? Nën 1. Izraeli nuk do ta pushtojë, nuk do ta aneksojë dhe nuk do të vendosë vendbanime në Gaza. Nën 2. Gaza do të shndrohet në një zonë të demilitarizuar dhe të deradikalizuar, pa terrorizëm dhe pa kërcënime ndaj fqinjeve. Nën 3. Brenda 72 orëve nga pranimi publik i marrëveshjes nga Izraeli, të gjithë pengjet izraelite dhe të huaj, të gjallë dhe të vdekur, do të kthehen në shtëpi. Nën 4. Pas lirimit të pengjeve, Izraeli do të lirojë 250 palestinezë të dënuar me burgim të përjetshëm.
dhe 1700 burgosur të nga Gaza të arrestuar pas 7 tetorit 2023. Nën 5, Gaza do të administrohet nga një autoritet i përkohshëm, i përbërë nga palestinezë lokal, të cilët nuk janë të lidhur me Hamasin ose grupe të tjera, siç i quajnë ata terroriste. Nën 6, ky autoritet do të punojë në mbikëqyrjen e një bordi ndërkombëtar të përbërë nga SBA-ja, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite dhe shtete të tjera të gatshme për të kontribuar. Nën 7, ky bord ndërkombëtar do të garantojë sigurinë, rindërtimin dhe zhvillimin e Gazës, duke mbështetur autoritetin palestinez lokal. Nën 8, Forca ndërkombëtare e sigurisë do të vendoset në Gaza për të garantuar që territori të mbetet i lirë nga armët dhe terrorizmi. Në 9, të gjitha tunelet dhe strukturat ushtarake të Hamasit do të shkatërrohen plotësisht në mbikëqyrjen e forcave ndërkombëtare. Pika e 10, Gaza do të ketë një program të plot të rindërtimit, i financuar nga donatorët ndërkombëtar dhe shtetet arabe të gjirit, me garanci që fondet të mos keq përdoren. Pika 11, populli i Gazës do të përfitojë nga investime masive në infrastrukturë, shëndetësi, arsim dhe punësim. Pika 12, korridoret humanitare do të hapen menjëherë për të lehtësuar gjendjen e popullsisë civile. 13, Egjipti dhe Izraeli do të lehtësojnë lëvizjen e njerëzve dhe madrave nën kushte të sigurta dhe të kontrolluara. 14, refugjatët palestinezë nga Gaza që ndodhen jashtë vendit do të kenë mundësi të kthehen në Gaza në mënyrë të kontrolluar dhe të sigurt. 15, SBA-ja do të drejtojë një dialog politik mes Izraelit dhe palestinezëve për të vendosur një horizont të qartë për bashkëjetesë paqësore dhe për një zgjidhje afatgjate politike. 16, kjo marrëveshje nuk do të imponojë një zgjidhje përfundimtare mbi statusin e Bregut Perëndimor ose të Jerusalemit, por do të përqendrohet vetëm në Gaza. 17, Izraeli do të ruajë të drejtën e vetëmbrojtjes dhe do të reagojë nëse Gaza bëhet përsëri një kërcënim për sigurinë e tij. 18, palestinezët në Gaza do të angazhohen për të ndaluar propagandën armiqësore, arsimimin radikal dhe financimin e terrorizmit. 19, SBA-ja dhe partnerët ndërkombëtar do të monitorojnë zbatimin e marrëveshjes përmes një mekanizmi të posaçëm inspektimi dhe raportimi. Dhe pika 20, nëse të dyja palët, Izraeli dhe palestinezët, pranojnë këtë plan, lufta do të përfundojë menjëherë dhe do të hapet një epokë e re e sigurisë për Izraelin dhe e shpresës për palestinezët. Profesori grek Yanis Varoufakis thekson se plani Trumpit dhe Netanyahut nuk është një zgjidhje reale për paqen, por një kërkesë për nënshtrim të plot të palestinezëve. Ai paralajmëron se ky skenar legalizon okupimin, heq të drejtat politike dhe njerëzore dhe transformon çdo ndërhyrje humanitare në instrument të kontrollit kolonial. Varoufakis e quan këtë propozim një rikthim të projektit kolonial klasik, ku një figurë akuzuar për krime lufte merr nën kontroll një territor të shkatruar. Kjo qasje shkon përtej çdo logjike diplomatike dhe e pozicionon Tony Blairin si administrator të gjenocidit izraelit në tokën e Palestinës. Sipas profesorit Yanis Varoufakis, aneksimi personal i Gazës nga Donald Trumpi në menaxhimin e ish-kryeministit britanik Tony Blair është kushti SBA-Izrael për ndalimin e gjenocidit në Gaza, dhe ky plan duhet refuzuar menjëherë. Tani, Tony Blairi po propozon veten si regjenti perandoris në Gaza. Vetë një kriminal lufte, thot Varoufakis, Blair kërkon një mandat 5 vjeçar për të administruar vendin e gjenocidit izraelit në emër të Donald Trumpit në traditën më të rafinuar të projekteve koloniale të kolonizatorëve të bardhë. Ai shton se plani Trump-Netanyahu do dukej qesharak nëse nuk do të ishte kaq i rrezikshëm për paqen botërore. Për të pezulluar gjenocidin, Trump dhe Netanyahu kërkojnë: palestinezët duhet të pranojnë të heqin dorë nga çdo e drejtë politike ose njerëzore dhe të aneksohen nga Donald Trumpi, i cili më pas do të emërojë si administrator të Gazës Tony Blairin, ish-kryeministin britanik, i cili për ndërhyrjen e tij në Irak është lënë i ekspozuar ndaj akuzave të besueshme për krime lufte. OKB-ja nuk luan rol tjetër përveç shpërndarjes së ndihmave humanitare. Okupimi i përhershëm i Gazës nga SBA-ja dhe Izraeli në formën e një force të re okupimi që përfshin aleat të SBA-s, një forcë e re okupimi që do të kontrollohet sipas dëshirës nga Washingtoni dhe Tel Avivi për aq kohë sa ata konsiderojnë të nevojshme. Ndarje e plotë e territoreve të okupuara palestineze, me Gazën të ndarë ligjërisht nga Bregu Perëndimor dhe Jerusalemi Lindor, ku Izraelit do t'i lejo të vazhdojë pastrimin etnik pa pengesa.
lirimi rreth 40 pengjeve izraelite që mbeten, me lirimin e të 1500 palestinezëve, duke lënë rreth 13.500 palestinezë të mbajtur si peng nga shteti izraelit në bugjet izraelite. Palestinezët do heqin dorë nga e drejta për të luftuar kundër pushtimit paligjshëm të tokës së tyre. Përtej faktit se një marrëveshje e tillë anullon gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila në qershor të 2024-s urdhëroi Izraelin të tërhiqet menjëherë dhe plotësisht nga Jerusalemi lindor, bregu perëndimor dhe Gaza, dhe shfuqizon si ligjin ndërkombëtar, ashtu edhe detyrimin e Kombeve të Bashkuara për ta zbatuar atë. Ajo gjithashtu e bën qesharake vendimin e fundit të qeverive të Britanisë, Francës, Kanadas dhe Australisë për të njohur shtetin e Palestinës. Një shtet që, nëse plani Trump-Netanyahu zbatohet, nuk do t'jeti mundur pa pëlqimin e SBA-s dhe Izraelit. Megjithse plani Trump-Netanyahu përshëndetet nga shumë vende arabe, përfshirë autoritetin palestinez, nuk duhet të harrojmë se presioni ndërkombëtar publik ndaj Izraelit po jep fryte. Edhe ky plan i turpshëm nuk do të kishte ardhur pa këtë presion. Prandaj, thot Varoufakis, tani është koha të shtojmë edhe më shumë këtë presion dhe të mos shpërqendrohemi nga kërkesat e Trumpit dhe Netanyahut në mënyrë që të drejtat politike dhe njerëzore të barabarta të bëhen realitet nga lumi Jordan deri në detin Mesdhe, shkruan Varoufakis. Përndryshe, nëse plani Trump-Netanyahu zbatohet, ai do t'i rikthejë njerëzimit zyrtarisht ligjin e kolonizatorit të bardh që zgjedh se cilën tokë do të pushtojë, cilët popull të pushtuar do t'i emrojë si agentët e vet dhe cilët do t'i shfaros, vlerëson Varoufakis. Për këtë arsye, vlerëson Varoufakis, çdo parti, çdo popull, çdo qenie njerëzore të bëj gjithçka që duhet për të rrëzuar planin arrogant dhe të rrezikshëm Trump-Netanyahu, një plan që në thelb është përpjekja e fundit nga ata që kryejnë, ndihmojnë dhe mbulojnë gjenocidin e brezit ton, për të penguar që liria dhe barazia të lulëzojnë mbi tokën e njom nga gjaku i Palestinës. Më shumë se 4 dekada më parë, palestinezët u tërhoqën nga Bejruti duke besuar tek një forcë ndërkombëtare që do të mbante Izraelin larg. Por ajo forcë u largua shpejt duke i lënë kampet e pambrojtura të Sabra dhe Shatila përballë një masakre të tmerrshme, duke treguar se premtimet ndërkombëtare mund të jenë fatale kur nuk respektohen. Sipas gazetarit Adnan Hmidan, prioriteti real sot nuk janë këshillat apo konferencat e reja, por ndalimi i menjëhershëm i gjenocidit, heqja e rrethimit mbytës dhe mbajtja përgjegjës e kriminalëve të luftës. Çdo gjë më pak është një kapitull tjetër në historinë e gjatë të premtimeve të thyera, të shkruar me gjak palestinez. Prandaj, sipas tij, nuk duhet t'i besohet një premtimi të Donald Trumpit. Në vitin 1982, Organizata për Çlirimin e Palestinës, OÇP, pranoi të largohej nga Bejruti me armët e saj, mbi bazën e një marrëveshjeje se një forcë ndërkombëtare do qëndronte në qytet dhe do të pengonte ushtrinë izraelite të hynte. Organizata për Çlirimin e Palestinës u tërhoq, por forca ndërkombëtare u largua shpejt, duke i lënë kampet e pambrojtura të refugjatëve në Sabra dhe Shatila përballë një masakre të tmerrshme. Ishte një shkëmbim tragjik, armët për një premtim. Premtimi u thye dhe rezultati ishte katastrofë. Sot, një formulë ngjashme po paraqitet në një mask tjetër, vlerëson gazetari Adnan Hmidan. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur atë që e quhen Këshilli Global i Paqes në drejtimin e tij. Në thelb, plani kërkon shkatrimin e tuneleve të Gazës, heqjen e armëve dhe largimin atyre që i mbajnë, në këmbim të premtimeve të paqarta për mbrojtje, rindërtim dhe zhvillim. Edhe një herë, oferta vishet me gjuhën e paqes, por në fakt është një kërkesë për dorëzim. Ky propozim vjen në mes të një gjenocidi kundër mbi 2 milion palestinezëve në Gaza. Familje të tëra janë zhdukur, lagje të tëra janë rrafshuar dhe fëmijët ose kanë mbetur të traumatizuar ose janë varrosur në rrënoja. Është vështirë të përputhet kjo vuajtje shkatruese njerëzore me teatrin politik të këshillave të paqes dhe premtimeve ndërkombëtare. Çdo ditë që kalon, shton bilancin marramendës të jetëve të humbura dhe çdo premtim që injoron këtë realitet thellon ndjenjen e tradhtisë. Shqetësimi i thellë për nismën e Trumpit nuk është vetëm politik, por thellësisht moral.
është një përpjekje për të ripaketuar okupimin dhe rrethimin e vazhdueshëm brenda një kornize të re ligjore dhe ekonomike. Ai e portretizon Izraelin si fitimtar bujar, ndërsa palestinezët reduktohen në marrës të drejtave bazike, gjithmonë të kushtëzuar nga sjellja e mirë. Plani flet për zhvillim dhe ndihmë, por hesht për lirinë, drejtësinë dhe sovranitetin. Të flasësh për ndërtimin e shtëpive, pa adresuar arsyet pse ato u shkatruan, është të fyesh vetë popullin që ende vuan në bombardim dhe rrethim. Historia u ka mësuar palestinezëve një mësim të dhimbshëm. Garancitë ndërkombëtare, kur nuk mbështeten në drejtësi të vërtet, janë të brishta dhe kalimtare. Të vendosësh besimin tek një këshill i kryesuar nga Trumpi, një administratë që ka dhënë mbulim politik, mbështetje financiare dhe ushtarake për krimet e Izraelit, është të përsëritësh ciklin tragjik të premtimeve të rreme. Asnjë ndërmjetësim i udhëhequr nga SBA-ja nuk mund të jetë i besueshëm në këto rrethana, shkruan Hmidan. Ata që e kanë përjetuar Oslon, ose që kujtojnë konferencat e pafundme të donatorëve që ofronin para në vend të lirisë, e kuptojnë se palestinezëve u është kërkuar shumë herë të shkëmbejnë të drejtat më themelore për shpërblime të pasigurta që rrallë herë realizohen. Për më tepër, vetë struktura e Këshillit të Paqes të propozuar forcon pabarazinë. Ajo i vendos palestinezët jo si partner të barabartë, por si subjekte në mbikëqyrje, aspiratat e tyre të reduktuara në objektivat përcaktuara nga të tjerët. Kjo nuk është gjuha drejtësisë, por e kontrollit. Paqja e vërtet nuk mund të lindë nga një kornizë që fshin përgjegjësinë për krime lufte, injoron okupimin e tokës dhe përjashton të drejtën e kthimit për miliona refugjat. Vetëm populli i Gazës ka të drejtë të përcaktojë të ardhmen e tij. Çdo nismë që anashkalon vullnetin e tyre të lirë nuk është një plan paqeje, por një tjetër mekanizëm për të ngulur më thellë okupimin dhe për të larë me të bardhë krimet e tij. Paqja e vërtet mund të ndërtohet vetëm mbi njohjen e humanitetit palestinez, mbi përfundimin e rrethimit dhe mbi çmontimin e një sistemi dominimi që ka shkaktuar dekada zhvendosjeje, shpronësimi dhe dëshpërimi. Prioriteti real sot nuk janë këshillat apo konferencat e reja, është ndalimi i menjëhershëm i gjenocidit, heqja e rrethimit mbytës, mbajtja përgjegjëse e kriminalëve të luftës dhe sigurimi të drejtave kombëtare themelore të popullit palestinez. Liria, dinjiteti dhe vetëvendosja. Çdo gjë më pak është vetëm një kapitull tjetër në historinë e gjatë të premtimeve të thyera, të shkruar me gjak palestinez. Për çdo premtim të dhënë dhe të thyer janë burrat, gratë dhe fëmijët e Palestinës, ata që paguajnë çmimin më të rënd. Ky realitet tragjik nuk duhet të fshihet pas manovrave diplomatike apo teatrit politik. Për lexuesit në Perëndim, përgjegjësia nuk mbaron me ndërgjegjësimin. Qeveritë që armatosin dhe mbrojnë Izraelin veprojnë në emër të qytetarëve të tyre. Heshtja mundson vazhdimin e këtyre krimeve. Të kërkosh llogaridhënie, të insistosh në mbrojtjen e civilëve dhe të refuzosh nisma që maskojnë okupimin si paqe janë detyrime morale. Palestinezët meritojnë jo një tjetër premtim, por drejtësi dhe liri të vërtet, shkruan Hmidan. Ish kryeministri britanik i njohur për shkatrimin e Irakut, po pozicionohet si drejtuesi një rendi tranzitor për Gazën, ndërsa Shtëpia e Bardhë promovon një plan paqeje që palestinezët e perceptojnë si të kushtëzuar dhe të imponuar. Sipas planit, Tony Blairi do të drejtojë një autoritet tranzitor në Gaza, i mbështetur nga një sekretariat dhe bord ndërkombëtar, duke i lënë palestinezët jashtë çdo vendimmarrjeje reale për të ardhmen e tyre. Siç shkruan eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare Joe Macaron, plani 20 pikësh i Trumpit nuk është asgjë më shumë se kolonializëm i veshur me petkun e diplomacisë. Rindërtimi i Gazës, zonat ekonomike dhe tërheqja e investimeve paraqiten si zhvillim, por në fakt parashikon një kontroll të fuqishëm amerikano-izraelit mbi jetën dhe sovranitetin palestinez pa pjesëmarrjen e tyre. Për më shumë se 65.000 viktima palestineze, ndërhyrja e Blairit simbolizon vazhdimsinë e politikave koloniale ku fuqitë e jashtme vendosin fatin e popujve të tjerë, ndërsa historia kënaqet me ironinë tragjike. Humori britanik në formën e tij më të rafinuar. Një britanik mund të udhëheqë palestinezët drejt shtetësisë së tyre vetëm pak pasi Londra e njohu shtetin e tyre.
Ish-kryeministri Tony Blair ka dalë si kandidati kryesor për të zbatuar planin e armëpushimit të Shtëpisë së Bardhë për Gazën dhe për të udhëhequr autoritetin tranzitor pas luftës. Ironia bëhet edhe më e thellë, teksa Donald Trumpi mbylli syt para sulmeve izraelite në Doha ndaj negociatorëve të Hamasit që po shqyrtonin propozimin e tij për armëpushim. E më pas, i mohoi presidentit autoritetit palestinez, Mahmoud Abbas, një vizitë për të marrë pjesë në njohjen e Palestinës si shtet në Kombet e Bashkuara në New York, shkruan Joe Macaron, studiues dhe analisti marrëdhënieve ndërkombëtare. Kjo nuk është thjesht një shpërfillje e aspiratave palestineze, por një mohim i të drejtës së tyre për përfaqësim në vendimmarrje për të ardhmen. Blair, përmes institutit të tij, nuk është më vetëm një këshilltar i liderëve botror. Ai po pozicionohet të udhëheq një rend të ri amerikan-izraelit pas luftës në Gaza. Natyrën surreale të procesit e nxori në pah edhe arrestimi nga shërbimet e sigurisë së autoritetit palestinez të biznesmenit Samir Khalila, më 10 shtator, një figurë që ishte hedhur si kandidat i mbështetur nga SHBA-ja për shërbyer si guvernator tranzitor i Gazës. Kandidatura e Blairit duket se synon të zgjidh dilemën e ditës pas që ka penguar prej kohësh negociatat për armëpushim. Administrata Biden sugjeroi që autoriteti palestinez të merrte në kontroll Gazën, por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e hodhi poshtë idenë. Së bashku me Jared Kushner, Blair mori pjesë në takimin e 27 gushtit në Shtëpinë e Bardhë, nga i cili doli plani 20 pikësh i Trumpit për Gazën. Edhe pse fillimisht mohoi përfshirjen. Financial Times ka zbuluar se ekipi i Blairit mori pjesë në projektin Trump Riviera, një skeme udhëhequr nga investitori izraelit në fondacionin humanitar të Gazës e modeluar nga Boston Consulting Group për të rikonceptuar Gazën si një qendër tregtare të lullëzuar. Një version i hershëm i këtij plani përfshinte transferimin masiv të palestinezëve jashtë Gazës. Sipas Economist, autoriteti ndërkombëtar tranzitor i Gazës do të kishte një mandat 5 vjeçar të OKB-s si autoriteti suprem politik dhe juridik i përbërë nga teknokrat palestinez në mbikëqyrje ndërkombëtare, përpara se t'ia kthente pushtetin një autoriteti palestinez të ribrenduar. Blair do drejtonte në distancë përmes një sekretariati deri në 25 vet dhe një bordi me 7 persona, fillimisht me bazë në Al Arish të Egjiptit, përpara se të zhvendosej në Gaza, kur të ishte siguruar, ndërkohë që një forcë arabe multinacionale do të menaxhonte sigurinë në terren. Menaxhimi i pritshmërive nga Trumpi, si gjithmonë, është problematik. Në Truth Social, ai shpalli një shans të vërtet për madhështi në lindjen e mesme dhe pretendoi se të gjithë janë në bord për diçka të veçantë, përpara se takonte Netanyahun apo të siguronte mbështetje të plot arabe e lërë më pëlqimin palestinez. Hamasi hodhi poshtë Blairin si një figurë të padëshiruar. Egjipti refuzon çdo zhvendosje të palestinezëve në Sinai. Arabia Saudite mbetet skeptike ndaj një qeverisje të udhëhequr nga të huajt në Gaza dhe ndaj një tranzicioni të zgjatur 5 vjeçar. Ndërkaq, Netanyahu reziston t'i dorëzojë kontrollin, nga frika e pasojave të brendshme politike. Paradoksi nuk duhet reduktuar te Blairi. Emri i tij rrezikon të shpërqendrojë nga tëmetat e vet planit. Trumpi kaloi nga negociatat për anëpushim dhe marrëveshjen për pengjet në shtyrën e një pazari të madh mbi konfliktin izraelito-palestinez, duke përsëritur përpjekjet e dështuara të Bidenit për të ulur pritshmëritë në fund të presidencës së tij. Plani i Trumpit, i zbuluar në fragmente, synon kryesisht të çmilitarizojë Gazën, të eliminojë Hamasin dhe të tërheqë ndihma dhe investime, një formulë e njohur amerikane që zëvendëson të drejtat politike me zhvillimin ekonomik. Ai parashikon rindërtimin e kullave që Izraeli ka shkatruar, krijimin e zonave ekonomike dhe uljen e tarifave për të tërhequr investitor. Ky është një plan kolonial, rishpikja së ardhmes së Gazës pa u konsultuar me popullin e saj, pas më shumë se 65.000 palestinezëve të vrarë në 2 vjet. Plani lejon një tërheqje të fazuar të Izraelit, por pa afat apo garanci, duke lënë të hapur rrezikun e kontrollit të pacaktuar. Ai është i paqartë për mandatin e çdo force ndërkombëtare sigurie, rregullat e angazhimit të saj dhe mbrojtjen nga tejkalimet izraelite. Ndërtimi i një force të tillë do të marrë muaj. Çfarë do të ndodhë me Gazën ndërkohë? Më e rëndësishmja, shtetësia palestineze kushtëzohet me zhvillimin e Gazës dhe reformat e autoritetit palestinez, kërkesa të pafundme të diktuara nga Washingtoni dhe Tel Avivi.
Nuk ka asnjë dispozit që palestinezët kontrollojnë sigurinë dhe ekonominë e tyre. Dokumenti hedh thjesht një aludim të paqartë për një horizont politik të papërcaktuar, ndërsa palestinezët përjashtohen nga formësimi i tranzicionit. Nuk ka as qartësi nëse kundërshtimi shëbaz ndaj aneksimit bregut perëndimor bën pjesë në plan, apo është thjesht një frazë e shpenzueshme e Trumpit. Me terma të paqartë si zhvillim i avancuar, zona pa terror dhe tërheqje me faza, plani i nxituar është më shumë slogan se sa politik. 2 takime të nivelit të lartë në Washington dhe New York nuk mund të vendosin me besueshmëri kornizën politike dhe juridike të një dokumenti kaq ambicioz e as të zgjidhin dekada konflikti të rrënjosur, vetëm se një president i vet absorbuar kërkon një trofe të shpejt për rekordin e tij. Nëse shtëpia e bardhë kërkon besueshmëri, hapi i parë duhet të jetë pezullimi i operacioneve ushtarake izraelite në qytetin e Gazës, të nisura me mbështetjen e SHBA-s dhe lejimi i një armpushimi 2 mujor me shkëmbim të kufizuar të burgosorëve. Vetëm atëherë mund të ekzistojnë kushte për dialog serioz, vlerëson Makaron. Qoftë emri i Blairit, i hedhur si balon prove apo si nominim serioz, ai nuk është personi i duhur për të udhëhequr një proces të besueshëm. Trashëgimia e tij në Irak dhe afërsia me Izraelin janë faktor diskualifikues. Më shumë se individi, ajo që ka rëndësi është nëse ky tranzicion do të jetë i balancuar dhe efektiv, shkruan Makaron. Më shumë se një shekull, pasi konservatori britanik Arthur Balfour premtoi një atdhe kombëtar për popullin hebre, tani shfaqet një figurë ndërhyrëse laburiste centriste për të mbikëqyrur shtesinë palestineze në emër të Washingtonit dhe Tel Avivit. Historia, siç duket, kënaqet me ironi. Ishte kjo tëra të ndruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish javën e ardhshme.